me të vërtet ky rigjallërim është duke ndodhur, po vrehet gjithkohë. Që ky rigjallërim që po bëhet në Kosovën tonë para 30-40 vjetë nuk ka qenë. Bashkë që tash në xhami që kesh subhanallah këtu, po shikoj, domethënë safat, po shikoj këtë tri subhanallah. Edhe rinia bën ndryshime, pa i akuzu, pa i kritiku plesht, se dhe ata e kanë mbajt këtë fe. Mirë, po rinia është ajo e cila punon. Dhe kjo është kënaqësi shumë e madhe që rinia pikëthet dinit Allahut subhanehu wa taala. Mirë, po në çet rigjallërim, normalisht ky rigjallërim duhet me qenë i kontrolluar. Sepse del prej dorsh. Kur del prej dorsh ky rigjallërim, atëherë ndodh problemet, siç po ndodhin problemet. Dhe ky rigjallërim nëse kapet pas ulemave të ehli sunetit, dietarëve të ehli sunetit, dhe ata me qenë prisat tonë në aspektin e fushës së davetit, na shumë lehtë pastaj kemi ec. Nëse secilin kokë në vete pa pyet, që thot Allah subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun", pyetni njerëzit e dhikrit për ato që nuk dini. Nëse ne e marrim fen në dorë pa i pyetur ulemat dhe bëjmë ijtihad me kokat tona, atëherë këtu është problemi. Dhe për atë arsye janë shtu shumë grupe, janë shtu shumë sekte, janë shtu shumë mendime, ijtihade jo të duhura dhe po lindin probleme. Dhe shumë ma lehtë pastaj anti-islamistat sulmojnë.